Po, që ti si s'ke qatë dana historike, që fakt i kam. Dhe kur flitet për gruan, përgjigje të pyetjes së zonjës Romin, gazetarës, që pse kanuni merr që i prapambetur, sepse shoqëritë e sotme që quhet moderne, duke i quajtur patriarkal, të prapambetur, deri diku diskutohet, që buri e së para dhe gruaja mbrapa, duke sikur gruaja prapambetur mbrapa, po kur vinte buri ke familje, në mbrojtje buri të embrionit familje, të zhvillimit, se bie ajo keman tras karbur, se bie gropa, se mund dali dhe asmi e tjerë. Dhe kur vete në shpiti, priti, këtë mësova nga Gjergji, se unë kam lezuar shumë kanun, kam bërë dhe mbrojtje edhe bachelor, në juridik, edhe master shkencor, edhe kam bërë kanunin si tem. Dhe kur futet në shpiti, buri, ma tha Gjergjit, futet gruaja e para dhe. Pra, atëre, do më thuash që kanuni që i prapambetur, do më thuash që kanuni i prapambetur që nuk ka një fjalë gjakmarrje. Po pse duhet të studiohet, profesor, në universitet? Sepse 400 juristat në 416 romak që shkuan në Athinë, morën 12 libra greke. Po kanuni sa ka, 12 libra. Mirë po, kur i morën ta romakët, atje janë 200 fjalë që i kam studiuar vetë. Shqip. Ju ku sugjeroni, po? Shqip. Do të që i gjeti pra ky romaku që shkoi në Greqi dhe ky greku, Athina se grek s'kishe, ase len s'kishe, po Athina si tot Plutarku, Platoni, nuk thoshe Elena i ka qenë të rjetë në parason, po Athinasit. Këta Athinasit, vadi ky romaku, gjeti këto 12 libra me fjalë shqip. Pra, fjalët kap arën, kur ti mua kej bosh. Po, profesor, po në cilin duhet